Turpi është dy llojesh. Istihya'u al-'abdi min Allahi jalla wa ala 'inda al-ihtimami bi mubasharati ma khatara alayhi. Do thot lloji I parë, dhe ky është themeli dhe baza e turpit, është që njeriu të turprohet prej Allahut nëse I bie ndërmend që të bëj ndonjë vepër. Domethënë pa marrë parasysh çfarë vepre, fillimisht ti turprohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe lloji I dytë është turpi prej krijesave kur nëse do të kishte bërë ndonjë vepër ose ndonjë fjalë që krijesat e urrejnë, ose domethënë është e pakëndshme që ta dëgjojnë ose ta shohin. Dhe thot të dy këto lloje turpit janë të lëvduara, mirë po I pari është obligim, kurse I dyti, domethënë I pari është obligim që njeriu çdo herë të turprohet Allahut dhe të largohet nga ajo që ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Ose si kemi thënë më herët edhe te takuaja, thotë që mos të shoh Allahu aty ku nuk do të shoh, aty ku ta ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Do thotë është njeriu duhet të turprohet Allahut dhe të largohet prej atij vendi ose asaj vepre ose asaj fjale. Si ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istahyu min Allahi haqq al-haya, turprohuni nga Allahu me turp të vërtet, me turp të plot. Kam thënë sahabët, inna lenastahi walhamdulillah. Domethënë ne kemi turp, alhamdulillah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u min Allahi an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa. Do thot turp ndaj Allahut është që ta ruash kokën dhe çka përfshin ajo. Domethënë, pra turpi nuk është vetëm fjalë që thosh, mund vjen marrë ose turprohem, por është kujdes I vërtet dhe përmirësim I vërtet I vetvetes. Gjëja e parë është ruhet koka, çka hin në ta, domethënë truhen vesht prej haramit, truhet syri prej haramit, truhen gjithashtu gjuha prej fjalëve të këqija dhe prej ngrënies haramit, goja, domethënë ajo që ka në kokë të ruhet, domethënë si turp ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka thënë wal batna wa ma wa'a, edhe gjithashtu ta ruash barkun nga ajo që përmbledh barku, domethënë ta ruash nga ushqimi haram, edhe nga ai që ta ka ndaluar Allahu direkt, domethënë siç është mishi I derrit ose alkooli, edhe nga ajo që në vetvete është halal, por që fitohet me rrugë që është haram. Domethënë ruajtja e kokës, domethënë asaj që e mendon njeriu, por edhe asaj që dëgjon, shikon, flet, edhe ruajtja e barkut prej çdo gjëje që është e ndaluar, ta ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, domethënë që të futësh në bark. Dhe pastaj ka thënë prej turpit është ma an tadhkur al-mauta wal-bila, edhe ta kesh ndërmend vazhdimisht vdekjen dhe shkatrimin ose kalbjen. Domethënë do të vijë dita kur do të mbaroj kjo jetë. Kush nuk e mendon atë ditë, nuk turprohet se çka vepron në dunja. Por nëse mendon njeriu se do të vdes, do të kalbet në këtë botë dhe do të ringjallet para Allahut subhanahu wa taala, si vazhdon në hadith, wa man arada al-akhirata taraka zinat ad-dunya. Edhe ai që e ka synim ahiretin, ai I braktis stolit ose bukuritë e kësaj dunjaje. Nuk merret, domethënë nuk e prish fen për përfitimet e dunjas, sepse ka synim botën tjetër edhe qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala.